Partia Demokratike permanente ka qenë destruktive, regresiste, duke shtyrë interesat e Shqipërisë, duke anatemuar Partinë Socialiste. Pra, këtu kemi të bëjmë me një dallim të madh midis këtyre dy partive. Dhe gjatë gjithë këtij tranzicioni, Berisha na shfaqur si destruktiv. Përse shoqëria shqiptare dhe vazhdon edhe sot. Përse shoqëria shqiptare është kaq e pafuqishme o politika shqiptare për ndaluar këtë njerëz. Se ky është bërë gangren tash. Më së pari, atë duhet ta ndaloj vetë forca e vet politike dhe a mund të quhet më forcë politike? Ata koalicioni, ata që i shkojnë mbrapa, me thënë të drejtën është një çudi e madhe dhe sinqerisht aty ka njerëz dhe ne i kemi sigurisht të njohur, i kemi miq, apo jo, se Shqipëria është kaq e vogël sa të gjithë njohim njëri tjetrin. Madje në gjatë përvojës sime si kryetare e Komisionit Jashtëm, unë kam patur përfaqësues të Partisë Demokratike që mund të kenë menduar si ne dhe na kanë mbështetur. Por në momentin që shkojnë ke llogoret e tyre, ata sigurisht bëjnë të njëjtën gjë, sepse përndryshe do ishin përjashtuar. Ka patur për shembull personalitete që edhe Partia Socialiste maxhoranca, qeveria i çoi edhe ambasador. Dhe ata kanë pasur koncepte komplet ndryshe nga ajo çfarë përfaqëson sot Partia Demokratike. Madje edhe të rinjt sot kanë modele liderët e vjetër. Dhe kjo të bën pak pesimist për të ardhmen e politikës. Pra, themi gjithmonë që të sjellim të rinj në politikë dhe duke ndjekur të rinj në politikë, modelet e vjetra tregon që politika nuk ka ndonjë të ardhme dhe këtu është shqetësim shumë i madh opozita, sepse opozita patjetër që duhet vi një ditë që të vijmë pushtet. Sepse demokracia nuk mund të vazhdojë vazhdimisht një parti fiton zgjedhjet, por fakti që opozita ende mbetet një opozit që nuk të ofron besim, nuk të ofron alternativ, nuk ka një moral për qeverisur, ka rekorde të frikshme, në qoftë se do t'i drejtohemi liderit të saj, ka rekorde të frikshme. Dhe ka rekorde të frikshme, kriminale dhe madje ka rekorde të padëshkueshmërisë. Ende vazhdon të ketë rekordet pa dëshkueshmërisë, që është një nga defektet kryesore. Me gjithë reformën në drejtësi, me gjithë ngritjen e strukturës së SPAK-ut, patjetër që ka filluar një proces dhe një hetim. Pra, kemi një opozit me lider që kanë procese me drejtësinë dhe vazhdojnë akuzojnë maxhorancën për ato procese që sigurisht bën punën e vet drejtësia dhe askush nuk e ka penguar drejtësinë të bëjë punën e vet.